Nëse keni njolla të bardha në dhëmb, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Nëse keni njolla të bardha në dhëmbët tuaj madje për herë, është shenjë për tu brengosur, thonë stomatologët. Fjala është për fluorozën e dhëmbëve e cila zhvillohet që nga fëmijëria pas daljes së dhëmbëve të përhershëm. Në smalt kjo merret ashtu quajturën pamje të njollave të bardha në dhëmb, ndërsa shfaqet për shkak të sasive të mëdha të fluorit me ujin e pishëm. Fluoroza e smaltit shfaqet edhe në moshën e formimit të smaltit të dhëmbëve dhe si e tillë është shkak për t'u brengosur. Mirëpo, nëse njollat e bardha shfaqen në moshën e rritur madje befasisht, atëherë mund të jetë shkak për t'u brengosur. Atëherë njolla të tilla mund të jenë simptome të kariesit të ershëm, posaçërisht nëse pikat e bardha gjenden më në afërsi të mishrave të dhëmbëve. Kjo kërkon edhe ndihmën e një specialisti. Pra nëse shfaqen njolla të papritura, të cilat nuk i keni pasur më parë, konsultohuni me dentistin tuaj pasi mund të tregojnë edhe për probleme lidhur me shëndetin.